Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për muajin nëntor të vitit kaluar, rreth 9700 vizitorë nga Shqipëria kanë hyrë në Kosovë, duke realizuar rreth 16 minuta qëndrimi, çka tregon se një pjesë e madhe e vizitave kanë qenë disa ditore dhe të lidhura drejt për drejt me festat e nëntorit dhe aktivitetet kulturore që shoqërojnë këtë periudhë. Mesatarja për rreth 1.6 netësh për vizitor tregon se Kosova nuk është vetëm destinacion kalimtar për shqiptarët e Shqipërisë, por një nga format më të qëndrueshme të qarkullimit rajonal. Ndërkohë, nga ana tjetër, të dhënat e Instat tregojnë se ndër vizitorët kryesorë rezident në Shqipëri janë vizitorë nga Kosova. Në të njëjtën periudhë, Kosova rënditet ndër shtetet kryesore burimore të turizmit në Shqipëri. Nga mbi 126.000 vizitorë rezident që kanë vizituar vendin tonë në nëntor, rreth 18% kanë qenë nga Kosova, që përkthehet në afërsisht 22.000 vizitorë kosovar. Vetëm Italia ka patur një peshë pak më të lartë, ndërsa Kosova lë pas tregje si Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, duke konfirmuar rolin e saj si partneri më i rëndësishëm rajonal i turizmit shqiptar. Të dhënat tregojnë se zonat bregdetare kanë qenë destinacioni më i preferuar për vizitorët rezident, përfshirë dhe shqiptarët e Kosovës, ndërsa hotelet dhe strukturat e ngjashme akomoduese kanë dominuar ndjeshëm mbi format e tjera të qëndrimit. Kjo tregon se udhëtimet e Kosovës drejt Shqipërisë gjatë nëntorit nuk kanë qenë vetëm vizita familjare, por edhe pushime të mirë organizuara, të lidhura me festat dhe fundjavat e zgjatura.